Një nga monumentet më të rralla të trashëgimisë kulturore të Gjirokastrës, kisha e Shënkollit në Saraqinisht, ka rënë prej grabicëve për të tretën herë. Këtë radhë ajdutët kanë marrë dhe elementet e fundit të mbetur të ikonostasit, i gdhendur nga druri i gështenjës. Kishës së ndërtuar në vitin 1660 dhe të shpallur monument kulture të kategorisë së parë, nuk i ka mbetur më asgjë. Lagështia ka veshur muret dhe dëmtuar fresket me vlera të rralla artistike. Qenë 5 cup ikona të mëdha që peshonin nga 85 kg secila. Këtu që dëra kryesore që futej prifti, edhe kjo që me vlera të mëdha, me ngjyrë floriri. Marku, i zgjedhur nga fshati si kujdestar për kishën, thotë se prej vitesh nuk është bërë asnjë ndërhyrje për objektin e kultit, që së fundmi nuk po shfrytëzohet as nga besimtarët nga frika e shembjes. Madje ndonjë ceremonie rrallë kryhet në korridorin e saj. Si relike të një kohe të shkuar ka mbetur në kishë një pjesë e mjeteve dhe rrobave të priftit, të paveshura që prej vitit 1967, kur feja u ndalua me liq nga sistemi asaj kohe. Garbitja e kishave në jug të vendit është kthyer në fenomen, ndërsa autorët janë të paidentifikuar në shumicën e rasteve.